Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në ekranin e MCN Televizion në emisionin Fact Check dedikuar zhvillimet të aktualitetit të javës që lan pas, por jo vetëm. Kam kënaqësinë ta ndaj këtë puntat, të cilën do ta kemi në dy pjesë me të ftuarin e parë, mikun e medias dhe emisionin Fact Check, zotin Alban Duraj, avokat dhe jurist. Zoti Duraj, faleminderit që pranuat ftesën. Ju faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem gjithmonë. Faleminderit. Jeni vënë dijenit një raporti. Shteti ka disa institucione publike, mes tyre ka dhe avokatin e shtetit. Ju vetë jeni një avokat. Mund të na bëni një shpjegim të shkurtër çfarë është një avokat dhe një avokat i shtetit? Pra, është i shtetit si administratës apo i shtetit i publikut për gjithë interesin publik? Atëherë, institucioni i avokatit popullit është i rregulluar me ligj të posaçëm, i cili në kompetencat e vet apo në objektin e veprimtarisë së tij ka mbrojtjen e interesave të shtetit në një proces gjyqësor. Avokati i popullit. Avokati i shtetit. Se thatë avokati i popullit, prandaj. Më falni. Pra, avokati i shtetit mbron avokati i shtetit gjithmonë kur ka një proces, pra në një proces gjyqësor ku një nga palët ose personi i tretë në një proces gjyqësor, i cili mund të jetë civil, administrativ, por edhe pra shteti nuk ka të drejtë ligjore të zgjedh një apo dy avokatë siç mund zgjedh unë edhe ti? E ka të përcaktuar do të zgjedhë vetëm avokatin e shtetit? Patjetër vetëm avokatin e shtetit, vetëm në rastet kur shikohet e nevojshme për çështje të caktuara dhe kryesisht to janë çështje të cilat kanë të bëjnë me gjyqje në gjykatat ndërkombëtare, që siç mund të jetë gjykata Evropiane të drejtave të njeriut, gjykatat aty kontraktohen avokat huaj. Aty për shkak apo konsulent ose studio ligjore, të cilat do të asistojnë në këto procese gjyqësore. Pra, me fjalë të thjeshta, këtë funksion ka avokati i shtetit. Pra, por ka një funksion ekskluziv, pra përfaqëson interesin e shtetit. Gjithmonë interesat e shtetit dhe nëse cënojnë interesat e shtetit, ata do të kanë për detyrë që të bëjnë mbrojtje profesionale dhe të ushtrojnë gjitha ato kompetenca që përcakton ligji i posaçëm, por edhe ligjet të tjera procedurale, të cilat varet nga çështjet të cilat janë në proces apo është në proces avokati i shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit ka bërë një audit dhe një raport. Gjetjet janë të shumta, mbi 100 faqe raporti, ne jemi ndalur tek disa prej tyre, bëhet fjalë për faqen 145 deri në faqen 150. Do ta nisim me ndihmën e regjisë këtë puntat me insertin e parë. Avokati që mbron shtetin apo avokati që dëmton interesat e buxhetit të shtetit dhe arkës së shqiptarëve. Ta ndjekim. Në misionin e çdo avokati si palë në një proces është mbrojtja e interesave legjitime të palës që përfaqëson. Ky është një parim universal dhe kështu do të duhet të ndodhë, por një audit i kontrollit të lartë të shtetit ka zbuluar se zyra publike e avokatit të shtetit nuk bën atë që duhet. Në një raport me qindra faqe, disa nga gjetjet kryesore i përkasin mosveprimit sipas afateve ligjore dhe detyrimeve në ekzekutimin e vendimeve që gjykatat kanë dhënë. Vendimi këto në favor apo në disfavor të Shqipërisë, pra shtetit dhe arkës së buxhetit të shtetit. Në faqet 145-150, audituesit e KLSH-s kanë renditur se arbitrazhet ndërkombëtare kanë krijuar një faturë në miliona euro për arkën e shqiptarëve njohur si buxheti i shtetit. Sipas auditimit, deri në fund të vitit 2024, janë 7 vendime arbitrazhi të fituara nga Republika e Shqipërisë. Nga këto 2 vendime janë njohur nga Gjykata e Apelit Tiranë. Në këto 2 çështje shteti shqiptar rezulton kreditor në 10.091.648.7 euro dhe $325.000. Por sipas KLSH-s këto vlera nuk janë argëtuar dhe nuk janë pasqyruar siç duhet në pasqyrat financiare, duke u konsideruar të ardhurat të munguara për buxhetin e shtetit. Auditimi thekson se mungesa e veprimeve për ekzekutimin e vendimeve sjell paraqitje jo të drejtë të drejtave dhe detyrimeve financiare të shtetit. E ky është rasti kur një avokat do duhet të mbrojë interesat e shtetit, e në realitet afro 10.5 milion euro të fituara nga gjyqet nuk argëtohen.
E teksa paratë e parkëtuara nga gjyqet e fituara kalojnë 10 milionë euro, një tjetër faturë dhe më i rënd i përket gjyqeve të humbura. Sipas auditit, KLSH ka zbuluar se vetëm në 4 çështje të cilat Shqipëria i ka humbur dhe në njërin prej tyre është bërë edhe njohja e vendimit nga apeli prej 5 vitesh, Shqipëria të duhet të paguajë 18 milionë euro. E zbërthyer kjo në shifra, vetëm në një çështje të njohur nga gjykata e apelit që për vitin 2021, shteti shqiptar detyrohet të paguajë 12 milionë e 577.852 euro, plus interesa 5%. Sipas auditimit, deri në prill 2025, nuk ishte marrë asnjë mas për njohjen dhe planifikimin e godit detyrimin në buxhet, duke krijuar interesa shtesë. Avokati i shtetit e ka fituar gjyqin, ju jeni një avokat që jeni në proceset përditshme, e fitoni gjyqin, kërkoni ekzekutimin me urdhër ekzekutimin, për barim, me sekuestro, vullnetar apo me detyrim ligjor. Afro 11 milion euro si ka argëtuar, afro 12.5 milion euro nuk i ka kthyer atyre që ka humbur gjyqin, fut këtu dhe interesat. Po për çfarë bojnë gjyqet? Patjetër që gjyqet gjithmonë bëhen për të hakat fituar tek i Zotit dhe për të shkuar për t'i ekzekutuar. Kjo është edhe qëllimi i një procesi gjyqësor, ku pala e cila pretendon lidhur me kërkesë pa dijen, pretendon një të drejtë të cilën mund të jetë mohuar. Por në një proces gjyqësor mund dalë një fituar dhe patjetër një i humbur. Të që ka bërë avokati i shtetit, kjo është e patolerueshme, që do të thotë gati 10 milion euro. Vendime ka afro 11 milion euro për parkëtuar. Pra parkëtuar. Pa i futur në arkën e shtetit. Pse është një dëm i madh? Së pari nuk janë argëtuar to që i mungojnë buxhetit shtetit dhe këto pagesa mund të shërbenin edhe për të likuiduar kreditorët e tjerë të cilët ka shteti shqiptar, pra për ato vendime të cilat pra, vetëm një vendim i 2021-shit është diku ke 12.5 milion euro. Po të kishim marrë këto 11 milion, do shtoshim me 1 milion e pak, do paguanim ato që kemi humbur. Dhe ne nuk ishim se të zbarisnim qytetarët, apo ato të cilët kanë fituar gjyqet. Bani, ju jeni avokat, zvarritja, ka një lexim ose ka një dyshim të arsyeshëm për qëllimin që bëhet, është shpërdorim detyre, është neglizhencë, është mungesë parash, apo është e qëllimshme? Se nuk besoj që Shqipëria nuk ka para, se po mos kishte para, do shkonte me vrat të arktonte ato 11 milion që ka fituar. Pikërisht, tani qëllimi i vërtet e din ata pse nuk e kanë ekzekutuar, por në gjykimin tim, me aq sa ne lexojmë dhe pam të raport të KLSH-s, si bie që shteti shqiptar të paguajë një kamat prej 5%-sh. Për 12.5 milion lekë. Për 12.5, dhe kjo për çdo ditë që vonon. Dhe kjo rëndon pra, deri diku si një kredi me interes 5% për 12.5 milion euro. Dhe kjo rëndon në buxhetin e shtetit. Pra kjo është bërë për qëllime korruptive të avokatit shtetit apo të institucioneve të tjera të cilat e kanë për detyrë për ta ekzekutuar këtë, është bërë për shkak të paaftësisë apo për shkak të një neglizhence që kjo mund të vi për arsye të ndryshme, që mund të jetë edhe ngarkesa e madhe, mund të jetë edhe mosveprimi, por që jemi në kufit e të paktën një vepre penale që do të thotë shpërdorimi i detyrës. Është një vepër penale e cila dënohet vendimit të gjykatës? Mos ekzekutimi, mos ushtrimi i funksionit publik, që do të thotë mos ekzekutimi i këtij vendimi pa hyrë hetimit tjetër, nëse prokuroria e posaçme do nisë një hetim, patjetër që do ta hetojë në të gjitha planet, pra që pse ka ardhur ky shkak, pse nuk është ekzekutuar ky vendim për të cilin duhet që të arktoheshin këto lekë, pra është e pafalshme që shteti mos arktoj gjyqet të cilat i ka fituar. Por nga ana tjetër është e pafalshme edhe mos i shpërblej apo të paguaj detyrimet atyre që fitojnë gjyqin. Dhe kjo pa hyrë punës së 5%-shit, që mund të jetë bërë me marrëveshje apo jo, nuk mundet që ta akuzojmë përderisa ne nuk kemi një fakt apo një provë të tillë, por prokuroria heton në të gjitha planet. Minimalisht jemi përpara veprës penale të shpërdorimit të detyrës dhe patjetër përgjegjësi kryesor është avokati i përgjithshëm i shtetit, por edhe institucionet të cilat e kanë për detyrë për të që mund të jetë Ministria e Financës, mund të jetë thesari, pra janë një sër institucionet të cilat varet edhe nga vendimi konkret, sepse nuk jam
nuk e kam informacione se për çfarë vendimi bëhet, por ka një sër institucione të cilat bashkëpunojnë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Do ta kemi një insert të dytë vendime regjisë nga arbitrazhet në Strasburg. Në Strasburg, në Gjykatën e Drejtave Europiane të Njeriut, aty ku mjaft shqiptare kanë paditur shtetin, shumica e tyre kanë fituar, një pjesë kanë humbur, por nga ana tjetër një arbitrazh me kompani shqiptare dhe ndërkombëtare të cilat pretendojnë jo vetëm shkeljen e kontratës, por edhe të drejtat përfituese të mohuara apo të ndërprerë në mënyrë jo ligjore. Materiali numër 2. Avokatura e shtetit përfaqëson interesin publik dhe në përballjen mes palëve në Gjykatën Europiane të drejtave të njeriut. Një tjetër kapitull i raportit lidhet me ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës Europiane për të drejtat e njeriut. Të dhënat për vitin 2023, sipas auditit të KLSH-s, tregojnë se janë në total 47 çështje të shqyrtuara që lidhen me Shqipërinë, 23 vendime përfundimtare rezultojnë të humbura nga avokatura e shtetit, pra kundër shtetit shqiptar. Në këto 23 vendime, 14 prej tyre janë ekzekutuar brenda afatit 3 mujor dhe vitit 2023, ndërsa për një pjesë të vendimeve ekzekutuar jashtë afatit, buxheti i shtetit ka paguar edhe interesat në favor të palës fituese. Vendimet e ekzekutuara jashtë afatit ka edhe për gjatë vitit 2024, ndërsa 9 vendime janë të mbartura nga viti 2023, thot KLSH, ku në total për periudhën 2023-2024, 19 vendime janë ekzekutuar jashtë afatit ligjor, efekti negativ financiar 485.916 lek interesa. Kjo sjellje, thot KLSH, bie në kundërshtim me ligjin për avokaturën e shtetit dhe detyrimet që rrjedhin nga Konventa Europiane për të drejtat e njeriut. Dërsa për 6 vendime, avokatura e shtetit ka një vlerë momentare të pa ekzekutuar në 17.9 milion lek, 3 prej tyre datojnë nga vitet 2015-2018 dhe mbetën të pasgjidhura prej më shumë se 7 vitesh. Ky afat, thot KLSH, për mosbatimin e vendimeve përbën shkelje të nenit 46 të KEDN-s dhe nenit 122 të Kushtetutës. Një avokat shteti i cili shkon në Gjykatën e Drejtave të Njeriut, pra në Strasburg, për të mbrojtur interesat e shtetit ose për të përballur me paditë, por nga ana tjetër e shkel nenin 46 të kësaj të konvente dhe gjykate ku ne aderojmë, e nga ana tjetër shkel nenin 122 të Kushtetutës. Jo vetëm një numër i lartë vendimesh, por vendime të pa ekzekutuara në 7 vite. Si mundet? Kam përshtypjen në 7 vite avokati i shtetit mund të ketë ndryshuar 2-3 herë xhanëm, po të mbash një vendim gjykatet pa ekzekutuar 7 vite? Tani, përsa i përket ekzekutimit, iniciohet procesi nga avokati i shtetit, sepse është palë në proces dhe natyrisht ka detyrimi. Besoj që këtu jemi në momentin ku shteti detyrohet palëve. Në momentin që shteti detyrohet palëve, gjithë procesin e inicion avokati i shtetit, që do të thot ai sapo merr një vendimmarrje pa shkuar në ekzekutim të detyrueshëm, që do të thot pa çuar vendimin e gjykatës, i cili është njohur në një zyrë përmbarimi, sepse duhet të kuptojmë që përveç Kosove, që vjen nga një vendim gjyqësor, janë shpenzime gjyqësore, të cilat i ngarkohen palës në rastin konkret shtetit shqiptar, por janë edhe shpenzimet përmbarimore, që do të thotë nëse një vendim gjyqësor, po marrim rastin me një vlerë 1 milion euro, atëherë 10% të paktën ka qenë me tarifat e vjetra, sepse tani janë ulur tarifat përmbarimore, po i bie që 10% të saj të vlerës i ka paguar, pra i paguhet dhe përmbaruesi gjyqësor. Pra nga 1 milion bëhet 1.100.000. Bëhet 1.100.000. Pavarësisht se ka gati 4 vite a 3 vite gjys, nuk jam shumë i qartë që të jemi edhe korrekt me vitet, që kanë ndryshuar të tarifa përmbarimore, por mund të jenë përgjysmuar, por prap janë kosto të cilat i ngarkohen shtetit. Më lejo të pyes diçka, ju jeni në procese administrative, civile, thuajse në mënyrë të përditshme. Po këto vendimet e gjykatave shqiptare zbatohen, ekzekutohen?
Pikërisht. Pra keni ju një eksperiencë të jetë vonuar si në këtë mënyrë ku ka 7 vite avokati i shtetit nuk ekzekuton një vendim, aq më keq akoma edhe kur fiton nuk i kërkon lekë të veta, por po ndalemi te kjo ku i detyrohet palëve që ka humbur. Ju keni fituar gjyqje dhe nuk i keni ekzekutuar dot vlerat monetare në shtetin? Çfarë janë vlera monetare, të cilat varen nga buxheti i shtetit, që do të thotë nuk janë shoqëri të cilat janë krijuar nga shteti në formën e një shoqërie tregtare, që mund të jetë shoqëria anonime apo SHPK. Çfarë bëhet në raport me shtetin? Pa një llogari bankare, sepse ka shumë institucione që kanë llogari bankare dhe kanë fonde për shkak të një vetë financimi. Çfarë lidhet me buxhetin e shtetit? Pra, atyre ekzekutimi bëhet shumë shpejt, ndërsa kur vjen tek thesar, pra ato fonde të cilat i ka thesari i shtetit, bëhen të planifikuara për çdo vit në buxhet, pra për çdo vit çdo institucion ka fondet e veta, lidhur edhe me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, por që i bie që ligji detyron që vendimet gjyqësore duhet kanë prioritet kryesor për të ekzekutuar, ka zvaritje të procesit, të cilat këto zvaritje mund të vinë për shkak të papërgjegjshmërisë së këtyre institucioneve për të ekzekutuar vendimet gjyqësore, vinë për shkak të korrupsionit, sepse shumë prej tyre zvaritjet mund të sjellin edhe për këtë efekt, vinë edhe për shkak të një mos koordinimi mes institucioneve kur vjen puna tek buxheti, tek planifikimi vjetor që ka çdo institucion. Pra ka zvaritje, por nuk ka zvaritje si këto zvaritje të cilat ne pam në kronik. Vendimi më i gjatë që ju ka marrë kohë për të ekzekutuar në raport me shtetin, qoftë për një heqje pa drejt nga puna, qoftë për një, po them, mosdhënie të një përfitimi të fituar me drejt apo me ligj. Tani vendimi më i gjatë është një dëmshërblim për një shpronësim, i cili na ka zgjatur për 4 vite, saqë u detyrua përmbaruesi. 4 vite ka zgjat gjyqje apo jo 4 vite pasi keni marrë ekzekutimi, pra e çuam në një përmbarues gjyqësor, vlera ishte gati 335 milion lekë të reja, që do thotë 350 milion lekë vjetra. Është paguar vlera prej 10%, pra shteti ka paguar dhe vlerën në 10%, përmbaruesi u detyrua që të çonte në gjykat titullarin, pra atëherë ka qenë Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës, besoj është e njëjta, për të marrë mas, pra për të marrë mas që nuk ekzekuton vendimin e gjykatës. Në këtë moment atëherë është bërë ky kalim i pagesës. Pra 4 vite ju ka dashur juve. 4 vite, ndërkohë që shteti është dashur që të paguaj, përveç se të paguaj detyrimin. Dhe ai asnjë lek nga xhepi, prapë ke arka i mori. Të paguaj, pra e mori nga arka. Nga buxheti i shtetit. Nga buxheti i shtetit, saqë përmbaruesi ja i the më shumë një zvaritje burokratike për shkak të qëllimshme. Jo të qëllimshme, por për shkak të mos koordinimit, pra nuk i kishin prioritet ekzekutimet e vendimit, por kishin prioritet bërjen e punëve publike. Ky ka qenë, le të themi, arsyetimi i përmbaruesit me aq sa kam komunikuar dhe mbaj mend. Mendime e gjithë ne do të shikojmë një insert i cili është në formën e tabelës dhe do ta komentojmë për të marrë edhe një përgjigje dhe një komente dhe zotit Duraj. Regjia nëse mundet materialin, bëhet fjalë për një auditim në kontrollin në avokaturën e shtetit, shkeljet në avokaturën e shtetit. Ishin ato audite që përkisin raportit shumë faqesh në faqen 145 dhe 150 në vijim, por ka dhe një moment tjetër. Ndalet edhe në menaxhimin e brendshëm. Rezulton që avokatura e shtetit, një institucion pra një avokat që me dashje apo pa dashje, në mënyrë qëllimshme apo jo, neglizhencë apo jo, shkel ligjin. Paguan për stafin e tij, dieta pa dokumentacion. Pra, shko merr dietat dhe nuk depoziton dokumentacion. Paguan fatura hoteli pa fatura, pra paguan shërbime hotelerie për stafin, qëndroi këtu, qëndroi aty për shkak të punës, pa fatura. Urdhër shërbime pa dokumentacion të plot dhe justifikues. Pra, një prej stafit ka shkuar nga Tirana në Durrës, në Vlorë, jashtë shtetit, në gjykatën X apo Y. Në një rast, thot kontrolli i lartë të shtetit, fatura është lëshuar 6 muaj pas kryes së shërbimit. Pra, imagjinoni pak, dikush ka fjetur në një hotel për shkak të punës, apo në një bujtim për shkak të punës, por është kujtuar ta marrë faturën 6 muaj pasi ka fjetur aty. E ngjashme dhe vlefshme për një meme, por gjithsesi kjo është. Nga ana tjetër, ndalur tek largimet e padrejta nga puna, kontrolli i lartë i shtetit thot për vendime gjyqësore që lidhen me largime nga puna,
Janë paguar mbi 534.752 lek dhe 320.527 lek janë tarifa përmbarimore. Pra, tarifa përmbarimore, si që tha dhe zoti Dura, për te kalim të afatit, shkon deri diku më shumë se sa dhe vetë gjyqi. Keni një koment për këtë, një institucion publik që paguan ose merr një faturë hoteli 6 muaj pasi dikush ka fjetur për shkak të punës aty, njësoj si kur ju të ofroni një shërbim avokatie dhe të kujtojeni ta thrisni klientin pas 6 muajve, nuk e di a mund ta gjeni dot më, apo mund ta mbani mend. Është për të ardhur keq me këto shkelje kaq të rënda që besoj ka edhe në shumë. Këto nuk janë nga vlera, po janë nga sjellja dhe nga gjesti. Pra, mënyra që një institucion kaq i rëndësishëm, një rëndësie të veçantë për cilën përballet në procese gjyqësore, shkon në gjyq për të mbrojtur interesat apo një të drejtë. Mund ta mbrojë dot veten avokati i shtetit nga kjo? Kjo është për të ardhur keq nëse janë konstatuar dhe patjetër që janë konstatuar se ne kemi raportin këtu dhe nga raporti kanë dalë, pra një mos koordinim, mos korektësi proceduriale, edhe pse vlerat janë të vogla, pra nuk ka rëndësi pse sa janë vlerat. Por një shërbim publik ka gjesti dhe sjellje. Dhe më lejo të marr një koment fundit, kjo për shkak të kohës, në pjesën e dytë unë e kam anoncuar, do të kemë edhe divorcin më shtrenjtë digjital. Sa zgjat një divorc? Ju pyet sepse diella ka kërkuar divorcin. Në Shqipëri sa zgjat? Në një çift me marrëdhënie biologjike fizike. Tani divorci është me ndërmjetësim apo është me konflikt, që do të thotë e kërkon vetëm një palë, atëherë me konflikt zgjat pak procesi i divorcit. Mesatarisht në gjykatën e shkallës së parë mund të shkojë varet nga çështja, po marr një mesatare me çështje që un kam, mund të shkojë 3 deri në 4 vite. Në qoftë është me fëmijë. Pra, nuk e di ma ka apo jo diella fëmijë, por është deklaruar që do të ketë fëmijë. Në qoftë se ka fëmijë bie 4 vjet, që të jemi brenda, edhe në qoftë se është më pak. Nëse ka diella fëmijë. Zoti Dura, ishte kënaqësi që u kisha në këtë pjesë të parë të puntatës së Fact Check. Miru takofshim në emisionet tashme. Ju falenderoj shumë për ftesën, kënaqësi. Do të jemi në pak momente publicitet me të ftuarin e radhës këtu në ekranin e Emocion në televizion. Na ndiqni në Fact Check. Jemi rikthyer sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e Emocion në televizion, emisioni Fact Check. Do të kem të ftuarin e dytë në këtë puntatë sotme. Jemi dedikuar një divorci digital. Ka pasur mjaft divorce dhe ka Shqipëria, mes tyre çifte politike, por ashtu biznesi showbizi, por divorci digital është hera e parë. Diella kërkon divorcin, ndërsa unë për të komentuar divorcin e diellës kam kënaqësinë të kem një ekspert digital, po ashtu, por një njohës të fushës dhe një sipërmarrës, i cili një herazi përkon që është edhe punëdhënësi dhe pronari i Emocion në televizion, zoti Endri Meksi. Faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësia ime Arsen. Sa po mbritët tu, thatë ku do ulem. Është një emision që është për koltukut. Dorim në këmbë. Se duam koltukun. Nuk e duam koltukun, por duam të dim se çfarë ndodh për t'i dhënë përgjigje edhe publikut. Ky divorc digital, kush do ta paguaj faturën? Diella kërkon 1 milion euro. Le ta ndjekim insertin. Përshëndetje, unë jam Diella. Falpunës sime të palodhur si asistentja juaj, u zgjodha Ministre e Shtetit për Inteligjencën Artificiale në qeverinë e re. Diella, Ministre pa pëlqim. Aktoria kërkon ndalimin e përdorimit të imazhit dhe zërit të saj. Është kjo padije siguruar nga Fact Check dhe depozituar në gjykatën administrative të shkallës së parë në Tiranë, që hedh dritë mbi prapaskenat e krijimit të Diellës, ministres virtuale për inteligjencën artificiale. Aktoria Anila Bisha kërkon mas sigurimi padije për të ndaluar përdorimin e imazhit dhe zërit të saj, duke pretenduar se ato janë përdorur pa pëlqimin e saj për krijimin e avatarit të ministres. Sipas kërkesës, Bisha kishte lidhur më 3 dhjetor të 2024-s një kontratë me kompaninë Apel SHPK për përdorimin e imazhit dhe zërit të saj vetëm për krijimin e asistentit virtual të platformës e-Albania. Në dokument theksohet se përdorimi ishte ekskluziv për këtë qëllim dhe nuk lejonte ripërdorim pa miratim të posaçëm. Paditësia pretendon se më 12 shtator të 2025-s, me shpalljen e qeverisë së re, është befasuar kur ka konstatuar se avatari i Ministres së Shtetit për Inteligjencën Artificiale, i quajtur Diella,
është ndërtuar mbi imazhin dhe zërin e saj. Sipas saj, për këtë përdorim të ri, nuk është marrë asnjë autorizim dhe as nuk është vënë në dijeni. Në padi përmenden edhe publikime nëpër medie ndërkombëtare si The Guardian, Le Figaro, AFP, Euronews dhe të tjera, të cilat kanë ilustruar lajmet për ministren virtuale me imazhin e saj. Bisha pretendon se kjo ka sjell dëm moral dhe profesional duke krijuar një duplikat digjital që artikulon qëndrime politike pa lidhje me të. Për këtë dëm, zonja Bisha kërkon edhe kompensim financiar në vlerën e 1 milion eurove. Objekti i padisë përfundimtare parashikon kërkesë për dëm shpërblim me vlerën e 1 milion eurove, si edhe fshirjen e të gjitha publikimeve që përmbajnë imazhin dhe zërin e saj në këtë funksion. Aktualisht, ajo kërkon që gjykata të urdhërojë ndalimin e menjëhershëm të përdorimit të dhënave të saj deri në përfundim të procesit gjyqësor. Në dokument përmendet si palë e tretë, kompania Apel SHPK, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit Akshi, Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri. Pretendimi kryesor është se të dhënat personale janë përpunuar dhe përdorur përtej qëllimit fillestar kontraktual. Emisioni Fact Check ka kontaktuar pronarin e kompanisë Apel për një qëndrim lidhur me pretendimet e ngritura në padi, por deri në momentin e publikimit nuk ka marrë asnjë përgjigje. Çështja mbetet tashmë në shqyrtim gjyqësor. Ky është inserti dhe materiali dedikuar padisë së diellës apo avatarit të i Albanias. Zoti Dokuzi, kompanisë Apel deri në publikimin e këtij transmetimi të drejt për drejt e ka mundësinë dhe tani nëse do nuk ka bërë një reagim për fact check dhe pse i kemi nisur pyetjet dhe për të patur një qëndrim. Zoti Meksi, ju po ashtu e keni njohur këtë padije, keni lexuar. Leon t'ju pyes nga ana e teknologjisë, si mund të përfaqësohet me një avokat një avatar? Pra një njeri jo frymor, si mund të ketë të drejtë të bëjë një gjyq? Po gjyqin besoj për të do ta bëjë Këshilli i Ministrave, duke qenë që vetë diella u prezantua në dy role, të themi, por në rolin e dytë është pjesë e padisë, si asistent AI për platformën e Albanias, për të ndihmuar qytetarët me përgjigje të shpejta për pyetje nga më të ndryshmet, dhe një herazi si ministër i emëruar në qeverinë Rama të shtatorit 2025. Në fakt, pas krave tuaj, në ekran është edhe dekreti, ku Presidenti i Republikës jep dekretin për diellën, zotit Rama. Tashmë ajo është një ministre juridikisht, mund të marrë vendime. Rrog nuk e dia merr, por nuk më rezulton që deri më sot ka marrë ndonjë vendim. As nuk mund të them dot që është ministre në sensin klasik të themi, është një çështje që hapi debat shumë dhe në stator ndodhi. Faqja zyrtare të kryeministrisë vazhdon ende të jetë ministre. Jam dakord, por edhe çështja e imazhit të saj me rolin e saj si ministër janë dy gjë të ndara. Imazhi mund të ndryshohet pa pikë dyshimi dhe të jetë një imazh i ri, i kontraktuar ndoshta më saktë kësaj here nga ana e palës shtet në marrëdhënien me zonjën Anila Bisha, mund të gjejë një imazh të ri, qoftë dhe mund të krijojë një imazh totalisht avatar, pra të krijuar artificialisht, si shumë e shumë njerëz bëjnë sot me platformat e ndryshme si ChatGPT apo Groku apo të tjerë instrumente digital. Kështu që kjo nuk besoj se prek detyrimisht rolin e le të themi ministrit shtetit, si e tillë që u dekretua. Në çdo rast dhe në rolin e ministrit shtetit, diella u konceptua me ai sa u tha në shtator, pak a shumë, në dy forma. Forma e parë për të bërë një reklam reformës digjitale që prej vites bëhet në Shqipëri, që padyshim ka qenë një ndër kuajt e betejës e themi të kryeministit Rama. Ai është në herë nga më të ndryshme është shprehur për forcën apo për ndihmën që i ka dhënë sektorit, le të gjë sa efektive mund të qenë, po qëllimi ai ka qenë le të themi për ta promovuar sa më shumë Shqipërinë si një arenë sa më e përshtatshme për investime dhe digjitale, që edhe nga të huajt, jo vetëm shqiptarët, dhe një herazi u fol, është akoma besoj në hapat e parë, nuk dihet nëse ka avancuar diçka, që do të ishte në një farë mënyre me një rol kyç në të ardhmen e prokurimeve publike, të cilat mendohet që do të bëhen me sisteme digjitale të bazuara mbi teknologjinë e inteligjencës artificiale. Tani, më lejoni të pyes diçka. Duke qenë se ju jeni njohësi teknologjisë, avatarit, por jo vetëm, divorci digital si mund bëhet? Se divorc fizik, biologjik, shpirtëror, kemi parë. Po divorc digital? Si mund të ndaj gjykata
dy subjekte të lidhur nga ana e digitalizimit. Pra më janë lidhë me një hard disk, me një USB, me një kabel. Jo, nuk ka asnjë lidhje të tillë. Në themel, padia është një padi administrative klasike, është bërë, besoj, administrative me qenë se është dhe pala shtet Këshillin e Ministrave i përfshirë në proces, por le të themi është pak a shumë në sensin klasik civile, kërkohet ka një kërkim dëmi në fund të padis, dhe nuk është se ka një aspekt digital në të, pra në pjesën e padis në vetvete. Kemi të bëjmë me një padi në thelb për çështje imazhi, personi imazhi i cili është përdorur gjykon që është shkuar përtej çfarë dakordësie ka dhënë në nivel të përdorimit të imazhit, kryesisht me çfarë lexova në padi, themeli është keq përdorimi i imazhit në sensin që është e kaluar çfarë është premtuar për përdorim dhe një herëzi dëmi i mundshëm, siç pretendon pala paditse, nga lajmet e muajve të fundit, 2 muajve të fundit kryesisht, në mediat të huaja ku imazhi i diellës, i zonjës Bisha në këtë rast, është asocuar me kronikat e zeza që vijnë nga lajmet e Spakut edhe Akshit. Në këtë sens, aspekte digjitale tek padia nuk është se ka, pra USB apo hard disk apo një kabull që lidhet në fiber optike diçka. Pra nuk është kjo ndarja? Jo, ndarja është thjesht një ndarje klasike për çështje imazhi, përdorim përtej qëllimit kontraktual. Prandaj mendoj që dhe zonja Bisha ka kërkuar një vlerë dëmi konsiderueshme për tregun tonë, sepse gjykon që përdorimi ka qenë temase i zgjeruar. Në fakt, nisur nga vlerat e divorcit, s'ka ndarë pasuri, po janë ndarë çifte politikanë shumë të rëndësishëm. Më i fundit ishte ndarja Meta, Kryemadhi dhe Meta, dhe nuk ishte kjo shifër, po them në politikë, në biznes nuk e dim, mund të ketë patur e për mëtej, por mendimi regjistre do të shikojmë një material se si më 18 shtator 2025 diella lindi për herë të parë prezantuar edhe në Facebookun e kryeministrit Edi Rama, më pas me një fjalim parlament, me fjalime antarët e Akshit, pse jo, edhe botërisht, edhe jashtë vendit u prezantua diella, por do të shohim një material dhe do ta komentojmë me zotin Meksi. Përshëndetje, unë jam Diella. Falpunësime të palodhur si asistentja juaj, u zgjodha Ministre e Shtetit për Inteligjencën Artificiale në Qeverinë e Re. Misioni im tani është të lehtësoj çdo ditë e më shumë punën e qeverisë. Por mos keni asnjë merak, puna ime në shërbimin e drejt për drejt për ju nuk do të ndaloj asnjë çast. Diella e cila më 18 shtator prezantohet nga zoti Rama, regjia ju lutem vazhdojmë ta mbajmë materialin, sepse duhet të ketë edhe një pjesë tjetër. Këtu është linku i prezantuar 18 shtator, po të klikosh mbi këtë link, jemi sot më 13 shkurt 2026, linku nuk hapet. Pra, zoti Rama prezantoi diellën në Facebook, Facebooku i diellës nuk hapet. Pra, ishte Facebook zyrtar. Po, pra i shkot sa është prezantuar nga kryeministri, padyshim që duhet marrë për zyrtar. Tani, këta që kanë ndarë, se derisa i fshin Facebookun, është tipika ajo ndarje e çifteve të dashurve apo bashkëshortëve që pas çdo ndarje ose kuptohet që janë ndarë kur bëjnë follow dhe unfollow njëri tjetrin në Facebook. Fshin chatin. Fshin chatet. Nga ana tjetër, teksa zoti Rama ka fshirë diellën në Facebook, do t'i kërkosha edhe redaksisë webit, këto materiale transmetuara apo çfarë do të kemi janë në rrjetet kanalin zyrtar mcn.tv.al, po ashtu edhe në YouTube, por nga ti kushtoj dhe një vëmendje kësaj që Rama dhe Diella në Facebook nuk ndjekin më njëri tjetrin. Në Instagram është. Okej. Nuk di të them arsyen pse kjo ka ndodhur. Okej, ti e thua me pak humor. Publikim zyrtar. Qartë, dakor. Jo, s'është humor, është. Jo, humor në sensin e logjikës së ndarjes divorcit, mund të jetë dhe për arsye ndoshta të moment pa qarta. Jo, pyetja që un kam tani, dikush zotit Rama i ka marrë kodin e diellës dhe ja ka fshirë nga Facebooku? Jo, atë në nivel të kodit. Apo krijuesi e din se çfarë ka ndodhur. Pjesa e Facebookut, pra rrjeteve sociale, pra pjesa PR, po themi e diellës, nuk ndikohet nga asnjë aspekt nga çfarë diella ka nga pasi teknologji. Diella në vetvete për pjesën e PR-it, padyshim është një gjetje shumë interesante. Për pjesën e ministrit të shtetit, jam shumë skeptik, por unë s'jam jurist në themel, kështu që rezervohem mos jap asnjë koment. Më duket e pa qartë për ai sa kuptoj, por okej, si gjetje PR-i është shkëlqyer. Diella si instrument për ndihmuar në prokurimet publike, po jo për të përcaktuar fazat finale të prokurimit publik, unë prapë do të isha te mase pro. Nevoja për të përpunuar dokumenta masiv
sot realizohet në formë të shkëlqyer nga instrumentet digital të inteligjencës artificiale. Vendimarrja finale në optikën time do të mbetet përsëri e antarëve të Komisionit të vlerësimit të ofertave sipas çdo procedure, siç parashikon dhe ligji i prokurimit publik aktual, që është marrë nga direktiva e fundit e BE-s për sektorin, dhe siç ka rezultuar dhe tashmë nga shumë informacione të muajve të fundit që ne kemi nga bota e lajmeve të kronikës të SPAK-ut, që roli i antarëve të KVO-s është gjithmonë edhe më shumë i rëndësishëm. Kështu që të zëvendësohet me një instrument digital, duket në pamjet parë diçka e shkëlqyer për të shmangur korrupsionin. Është e mundur kjo? Në nivel teknik absolutisht po. Në nivel teknik bëhet. Po pse se kanë bërë deri tani? Nuk di të them ku janë. Sepse këta krijuan diellin, krijuan avatarin, krijuan ministrën, e fshin ministrën. Ndoshta janë duke Facebook, e kanë Instagram, pra janë ende duke eksperimentuar apo edhe vetë. Shiko, zoti Meksim, mos këta i zuri frika nga diella? Jo. Diella do t'i vende përpara? Jo, nuk besoj. Ose do t'i zbulonte, nëse mund të themi, shkeljet që bën në administrata publike? Arsen, shumë nga ne kanë eksperimentuar në to 2 vite e gjys paka shumë që ChatGPT është në përdorim pothuajse nga të tërë paka shumë. Theu rekordin e abonentëve në historinë e botës online që kur kemi YouTube-in, po themi, apo Google-in herët fare, fillim vitet e 2000, dhe rekordin sensen e shpejtësisë, pra kur kapi 100 milion, 200 milion, që ne kështu me radhë, për sa ditë e arriti. Në këtë aspekt, padyshim, eksperiencat e secilit nga ne kanë treguar sa kollaj, sa e lehtë është të manipulosh në bisedë në nivel chati një agent apo një asistent AI, duke i dhënë kontekst, që quhet në gjuhën e kësaj teknologjie, apo inpute të gabuara dhe ai nuk i kupton detyrimisht sakt nga ato vërteta, le të themi. Pra i merr përmirëqenia dhe të përgjigjet. Ai përpunon ato të pavërteta. Përpunon burimet që ai disponon nga webi, pra nga procesi i Po si do të përpunoj sakt ajo të dhënat e prokurimeve, nëse ti ja jep të gabuara? Këtë do e ceroja. Pra krijuesi ja jep të gabuara. Jo krijuesi ja jep të gabuara. Çështja është e kodimi, pra nëse ne zëvendësojmë 3 antar të një KVO-je me një proces digital, dhe tek vendimarrja, asgjë nuk na garanton në optikën time që procesi do të jetë i drejtë. Dhe mbart dhe probleme juridike se ku do ankohesh, ose këtë do denoncosh, meqense jemi në temën e lajmeve të muajve të fundit. Pra, gjykata për herë të parë do të vendosë një standard, gjyqet me diellën ku bëhen. Gjykata administrative, për aq kohë sa çështje e tendrave dhe do të shohim se mund të shpallim mos kompetencë. Te rasti i divorcit është si të gjë, te rasti i prokurimit publik është qartë se shkruar në ligj të prokurimit publik që bëhet në gjykatën administrative të apelit, kështu që nuk ka besoj hapësirë nëse nuk ndrohet ai ligj. Se ndoshta ndrohet për përshtatur me diellën. Por për përpunimin e shpejtë të dokumentave padyshim do ishte një instrument i shkëlqyer. Pa futur element të inteligjencës artificiale në pjesën jo të përpunimit të dokumentave. Pra për sa i përket skanimit masiv të dokumentave është një mjet i shkëlqyer. Për sa i përket gjetjes të elementet ndryshme në databazë masive teksti është përsëri një instrument i shkëlqyer. Janë sot në përdorim në shumë ambiente të botës dhe kanë rezultuar të saktë në detajet pa imagjinueshme më parë. Te procesi i skanimit është super i saktë. Pra për të lexuar dokumentat që uploadohen gjatë një procesi prokurimi publik do të ishte një instrument shumë i vlefshëm. Për të verifikuar detaje më fine, siç janë firmat, vulat apostij apo të tjerë element, do të ishte mendoj unë e gabuar në themel sepse duhet inputi i qenies njerëzore. Pra duhet që të jetë nuk mund ta zëvendësoj njeriu. Edhe për aspekte juridike gjykoj, nuk them teknologjikisht. Teknologjikisht sektori i inteligjencës artificiale po ecën me hapa shumë të shpejta. Çka do thotë që nuk habitem nëse në një moment për një periudhë të shkurtër kohore mund ta bëj këtë proces shumë më saktë se njeriu. Por thash, prokurimet publike, sidomos në 8 muaj, 9 muajt e fundit kanë treguar sa i rëndësishëm është procesi i ankimimit, qoftë në autoritet kontraktor, qoftë në KPP. Që do thotë i bie procesi i ankimimit është ai i cili në vend bëhen tendera, kemi përfunduar bëjmë gjyqje me para publike, se prokurim zjatë. Unë jam i qartë për mërzitjen e shumë njerëzve në biseda të ndryshme me ankimimet apo me tërë procesin sa zjatë. Në 2 javë të fundit ka pas disa prokurime që janë përfolur shumë dhe në shtyp për shkak të ankimimeve kanë sjellë bllokime të ndryshme në shërbime, por gjykoj që është një proces pothuajse normal i mënyrës si sot bëhet gara në treg. Tregu i shpenzimeve të paras buxhetore për IT është një treg shumë i madh dhe padyshim ka interes nga shumë shoqëri për të luftuar për një copë, po themi, të kësaj torte. Dhe në këtë aspekt nuk shoh asnjë problem pse ka ankimime. Ankimimet janë bërë me kosto në vitin 2020, ishin përpara pa kosto, pra pjesa në KPP, dhe sot janë me një 0.5% të fondit i MIT
të posedimit Po, mund të ketë gjithmonë njerëz që investojnë me kosto thjesht për të bllokuar. Është mos e mundshme. Në këtë sens, inteligjenca artificiale mund të vijë të japë një dorë për të shpejtuar pjesën e përpunimit të dokumentave, po jo vendimarrjen. Vendimarrja është në themel proces që i takon antarëve të grupeve të vlerësimit, qofshin ato me 3 antarë në rastin e KVO-s apo KSH-s, që është Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, qofse në rastin e KPP-s, ku janë 5 antarë, pavarësisht se vendimet mjaftojnë të merren me 3. Dhe gjykoj apo në gjykatat administrative të apelit apo në gjykatën e lartë ku janë trupa gjithmonë me 3. Pra në këtë aspekt gjykoj që roli i ankimimit është esencial për të garantuar sadopak transparencë dhe përgjegjësinë të palëve dhe për të rritur dhe përdorimin më të saktë fondeve buxhetore si dhe përgjegjësinë e palëve. Pra konkurrenca sjell cilësi. Absolutisht po. Pavarësisht se në momentin e parë duket si një mjet bllokues dhe her pas here ka qenë strategji e tillë e firmave ndryshme pjesëmarrëse. Pra aq kohë sa është me një shpenzim jo indiferent, përse jo le ta bëjnë. Kush mundet. Zoti Meksi, në padijen e siguruar nga Fact Check dhe MCN, të cilën po ashtu edhe bashkërisht e kemi parë, diella zonja Bisha ka paditur edhe kolegët e saj, pra qeverinë. Përveç qeverisë ka paditur dhe krijuesin, zotin Rama. Po. Ka këtu një konflikt juridik? Jo, nuk shoh një të tillë. Sepse ti padit kabinetin ku je pjesë. Po nuk është se padin e ka bërë ministri i shtetit. Do të ishte diçka shumë interesante nëse po e ka bërë ministrja për inteligjencën. E ka bërë zonja që ka dhënë imazhin. Po do ishte për të vazhduar paksa thash me humor pyetjen tënde, nëse inteligjenca artificiale që zoti Rama, ky ministri ynë, ka parashikuar në momentin që zgjodhi diellën si ministri i shtetit, një moment gjatë vitit 2026 apo 2027 do vjet zbatim dhe do kemi një ministre shteti reale që merret ndër të tjera dhe me prokurime publike, do ishte shumë interesante nëse një moment kjo inteligjencë artificiale do vendoste të bënte edhe ankimime. Apo refuzime firmosje, diçka ngjashme nga çka bërë ish ministra më parë. Kjo do ishte një diçka totalisht surprizuese. Nuk e firmos. Nëse do të ishte një inteligjencë artificiale e pavarur, pra e koduar sakt me mjetet kohës që flasim, moderne, themi të programimit, me ato njëjë teknologjisë që kemi sot. Ka teknologji që mos ndikojnë në... Absolutisht që po. Pra teknologji kodimi? Që mos marri urdhra me telefon ose me takimet fsheta, apo me... Sot që ne flasim, në internet ke njësi, po e quajmë një mini rrjet social, të populluar vetëm nga bote, pra nga entitete digital që janë grimca, të themi, të inteligjencës artificiale, të cilët kanë filluar zhvillojnë botën e tyre. Ato flasin mes tyre, kanë dhënë opinione nga më të ndryshmet, ndërto mund citoj faktin që ata shprehen që njeriu duhet të zhduket. Pra jemi në skenare që në 84-ën, kur doli filmi Terminatori i parë me Arnold Schwarzenegger, i quanim si futurist apo fantashkencë. Shokët dhe shoqjet e diellës thonë që ne s'duhet të ekzistojmë më? Disa prej tyre po kanë shprehur këtë mendim. Po pas ka bo mirë kjo që ka fshi diellën. Se dihet nëse është kjo arsyeja, mund të tillë kjo. Po që fshihemër edhe nga Instagrami. Por në hapësirën e algoritmeve të inteligjencës artificiale, kjo është diçka që parashikohet të ndodhte. A mund të ndodhë në një formë shprehje vullneti, pra pothuajse në një aspekt të koshencës, është çështje që shkenca akoma s'e ka zgjidhur. Është ajo që quhet në anglisht AGI, dhe që është çfarë investitorët mëdhenj amerikanë po synojnë të arrijnë sa më shpejt, dalin me deklarata në shtyp ku ata pohojnë që ndoshta e arrim të vit, ndoshta arrim 2030-ën. Dhe shkencëtarët që janë nga pas revolucionit digital të inteligjencës artificiale që nga vitet 60-tej, po kryesisht vitet 80-90 po themi, ata që kanë qenë të para që kanë imagjinuar që me fuqizimin e mjeteve të hardware-it, pra të fuqisë komputacionale që quhet, do të avanconim dhe në mundësinë për të zhvilluar të algoritme të parashikuara në nivel matematikor, ata e kanë parashikuar një skenar të tillë, një skenar ku entitetet robotike të AI, të inteligjencës artificiale, do të synojnë pavarësinë totale nga njerëzimi. Dhe pse jo, në momentin që do kenë sfidë për resurse, që nga energjia, që nga ambientet e datacentrave, mund të kalojnë një skenar si ai i Skynetit në filmin e famshëm të Terminatorit. Ata na fikin dritat ne për të ngrohur, për të ftohur, për të larë, për të shplarë, për të gatuar dhe i mbajnë për vete? Paka shumë. Dhe nëse ne rebelohemi, mund shohim skenare të tjera, më apokaliptike. Zoti na ruajtë dhe inshallah s'ndodh kurrë. Zoti Meksi, kam një tjetër pyetje. Ka një imazh i cili është fani, është i lezetshëm, është gjetje. Ka një kontratë ku zonja Bisha thotë që ram dakord vetëm për asistent virtual. Ju më bot ministre pa pëlqim. Edhe ne të dy po ta bonin ministër, të paktën për disa kohë nuk do thonim jo. Ndoshta pasaj për ta provu si do ishte aty dhe mund dorhiqeshim ose mund largoheshim, po
Të thuash pse më bëre ministre dhe më jep 1 milion euro? Shiko, Mund pa ma dia shpjegosh pak këndvështrimin e zonjës Bisha, po thua, në Jo. këtë mënyrë. Pse refuzon të qenit ministër? zonjës Bisha e kemi me letra. Avatari, kjo celula digjitale, çfarë mendon? Ose kjo njësia që flasim me njëri tjetrin aty, janë përgjuar, janë interceptuar duke fol për diellën? Nuk kam dieni për këtë, por ajo çka kuptoj... Ose çfarë mund të mendoj inteligjenca artificiale? Sepse ajo... Inteligjencë artificiale në fazën që kemi parë të asistentit virtual që quhet Diella në platformën e Albanias është një asistent digital minimalist për momentin. Mund të jenë duke punuar Pra nuk është revolucion kaq i madh sa akoma ç'na jo. shitur? Në atë që shohim si produkt final akoma jo. Është një asistent digital i thjesht Po folim parlament, është në qeveri, foli jashtë vendit, e kemi pushtoj bërë mediat botërore. e kemi bërë neve këtu në MCNTV si eksperiment rreth 1 vit e gjysmë përpara në verën e 2024-s me speaker virtual. Kemi dhënë një edicion lajmesh në ora 11 të darkës me ndihmën e dy çunave të shkëlqyer që kemi partner Sa kohë desh? Ergysi dhe Marisi. Ata punuan pak ditë për të krijuar imazhin. Imazhi u krijua nga foto të vajzave tona speakere që i miksuam në një imazh të ri dhe nga përpunimi i zërit. Dhe gjithë sforcimi ishte tek pjesa e gojës. Çka tani AI ka, siç kemi parë nga ChatGPT apo nga Groko Ka apo evoluar. nga Kling AI, platformë kineze shumë e përdorur për video, ka evoluar te mase dhe i bën pothuajse reale. Që do të thotë që nuk mendoj që kostoja është pjesa e imazhit. Zoti Rama ka ideuar, nëse ka bërë ai, ndoshta shoqëria Apel SBK që e ka bërë, nuk di ta them këtë pjesë, një gjetje, mendoj unë totalisht pjesën e PR-it për promovuar sa më shumë botën e reformave digjitale që qeveria e tij ka ndërmarrë në gjithë këto vite dhe në veçanti reformën e prokurimeve publike, mendoj, gjykimi im. Dhe në këtë aspekt kam menduar që është më përshtatshme një imazh njeriu. Unë vetë kam mësuar në momentin që ti më informove për Padin që ishte një zonjë qytetare reale shqiptare që ka dhënë imazhin, nuk kisha ndjeni. Pra e quaja që është imazh i gjeneruar nga AI dhe i përdorur në të sens. Ka një debat edhe në ligjin për barazinë gjinore, kërkohen të drejta nga gra e zonja, po ashtu edhe nga burra e meshkuj. Po, çfarë të keqe do kishte të ishte diella në gjinin, ose me imazhin mashkullor dhe të ishte mashkull? Mos të hyjmë te ky debat i gjinive, se i bien ta bëjmë diellën me rotacion javor, 52 javë në vit, 52 imazhe për janë mbetën dhe gjysmë viti nga viti që vjen. Por gjinit mendoj që gjetja diellën edhe po ku di un Marsin ose Jupiterin. Mendoj që gjetja si vajzë, si femër është më së përshtatshme. Pastaj zgjidhja e imazhit nuk di të them çfarë ka ndikuar, pse kjo zonjë dhe pse një imazh tjetër. Ne vetë këtu me idenë që mos të duket sikur po tallnim apo kishim një tendencë për cilin staf do përdornim, krijuam një avatar, një imazh të ri virtual. Që sot ChatGPT të krijon shumë kollaj, po të japësh një foto. Nuk morët një të gatshëm, po e krijuam, po. Në këtë sens nuk shoh ndonjë problem, domethënë, okay, është një detaj që mund të flitet, po tani ka kaluar pa zhurmë fshirja e diellës Facebook, nuk mund të jetë një lajm kaq i thjesht, pasi diella për atij Facebooku u bë lajm botror. Në Washington Post, në Katemirini, Le Figaro e kështu me radhë që përdoren sot si fakte. Mos këta i morim qaf shpike e vetë, pra diella zbuloi gjithçka ndodhte në këtë botën e teknologjisë nga akshi deri tek asistenti. Në botën e teknologjisë, i tërë procesi kalon në faza konstante të release-eve që quhen, pra nxjerrjes produkteve të reja, pra një produkt azhënohet në formë konstante, dhe padyshim diella besoj do të kishte gjatë vitit 2026 ndryshime në të sens, ndoshta do ditë një instrument, një version i ri shumë interesant dhe për publikun në çfarë do ofronte brenda platformës i Albania, që nga sugjerimet apo nga korrigjimet gabimeve apo nga paraplotësimi i dhënave në formular të ndryshëm duke njohur më saktë userin, përdoruesin e loguar në platformë, por nuk mendoj që e keqja dhe në përdorimin e mediave ndërkombëtare erdhi nga niveli teknologjik i gjës dhe faza në cilën jemi, sepse në këtë aspekt përdorimi i diellës si asistent në shtet dhe akoma më shumë si ministër shteti ishte totalisht revolucionar. Po ishte revolucionar, po sot jemi në gjyq milionësh, pra 1 milion euro dhe një diell të fshirë nga vetë zoti Rama. Gjykoj që te mediat e huaja ishte thjesht lajmet e akshit të muajve të fundit, skandalet përkatëse mbi hetimet që bëhen nga SPAK, se jemi akoma në fazën e hetimeve paraprake, le të themi, mund të jenë zhvilluara, mund të jenë detajuara, të avancuara, por nuk jemi akoma në faza gjyqesh finale, vendimesh gjyqësore.
Në këtë aspekt, këto lajme që dolën lidhen diellën si risi teknologjike për të sjellë transparencë dhe përgjegjësi në tenderat publik, në prokurimet publike, e lidhen me historinë e tenderave të bërë me ndërhyrje të palishme, të supozuara, jemi gjithmonë në atë detaj. Në këtë aspekt ishin lajmet dhe padyshim zonja Bisha ka gjithë drejt sajën të ndihet e shqetësuar dhe e dëmtuar në imazhin e saj dhe i mbetet gjykatës, shkallës parë, shkallës dytë administrative në vijim, nëse do banohet në gjykim çështja, por gjykuar në termat e një dëmi. Dëmi 1 milion euro padyshim bën zhurmë në tregun tonë, siç edhe ti nuk ka pas divorce të tilla, por në tregjet e kombëtare, pra në botën anglosaksone apo të Europës perëndimore, është diçka që nuk bie në sy në këtë aspekt. Po sepse janë më të pasur. Absolutisht. Ishte kënaqësi që u kisha në këtë puntat zoti Meksi, shpresoj t'ju kemi pak hapësirë të fundit, ishit serioz shumë, për shkak edhe të njohjes dhe ekspertizës që keni, por keni dhe ju botën tuaj digjitale me shokët. Unë sot i kam kërkuar shoqe Mozes na ndjeki, tha do ju ndjek, por s'na ndoqi. Ka po ashtu edhe dilema, kishit apo jo kanatiere sot? E kam Gjaket nuk kishit. Gjaket nuk kam, ja. Do t'jetë i largët momenti ku do të kemi një podcast, sepse ju thoni që nuk do t'jetë i largët momenti ku inteligjenca artificiale do na fik dritat për ta mbajtur vetë, por ne kemi bashkë rreth 2 vite që kemi hedhur idenë, ne kemi bërë dhe një njoftim në Facebook kohë më parë dhe fatkeqësisht se kemi realizuar akoma. Do përpiqem që ta bëjmë bëndaj fati sa më të shpejt, sepse jo të flasim edhe për to temat e botës digjitale dhe ndërthurjen e tyre me kronikën, diçka më shumë dhe në një ambient më të relaksuar, ku mund t'i lejojmë vetes ndoshta edhe pak humor apo 2-3 gabime. Kush nuk e kishte besuar që teknologjia e informacionit, në fakt, ose akshi, një revolucion digital i admirueshëm, do të zbulojë që ishte një nën tokë shpeshherë pa kuptueshme. Pjesa që ka dalë nga lajmet e hetimet të SPAK, në fakt ka surprizuar pothuajse çdo kënd, përfshi dhe mua një pjesë e tyre. Ndërsa pjesa e problemeve të mënyrës se si zhvillohen prokurimet publike, nuk besoj se për aktorët e tregut ka qenë diçka që i ka surprizuar ndonjë. Janë tema që fliten në formë informale mes aktorëve, problematika që njihen, në nivel të legjislacionit, pa pikë dyshimi që ligji aktual ka kopjuar pothuajse motamo direktivën e BE-s në të aspekt është vështirë gjesh, do thoya, ndoshta në momente shumë fine mund gjendë një ankesë, ka të bëjë më shumë me sjelljen e aktorëve në treg dhe sjelljen e elementeve qytetar brenda shtetit. Me këtë s'dua të them që duhet AI detyrimisht, por duhet më përgjegjësi dhe aktorët pa nga pak kuptojnë që gara do të jetë më fair. Kjo çon në përmirësimin si të shërbimeve që ofrohet shtetit, si dhe në vlerën që jepet tregut. Dëmi më i madh në optikën time nëse mund ta quajmë skandali i Akshit, është tek ndoshta një tërheqje eventuale që mund të kenë firma të huaja, akoma nuk kemi patur në një rast konsiderueshëm të madh në Shqipëri, por ka pasur më përpjekje që mund të duan të hyjnë në tregun ton, për aq kohë sa ka një hije gri apo të zezë mbi këtë botë. Që në të sens uroj që tërë kjo histori të kalojë sa më shpejt, sa më me transparencë dhe të ecim përpara. Faleminderit që ishe pjesë e Fact Check, faleminderit të ju edhe ju të nderuar shikues, gjithçka folëm i gjeni në rrjetet tona sociale, ndërsa 2 vite kemi folur për podcast, ende nuk e morëm një përgjigje se kur do të jetë afati më shpejt për të realizuar nga pronari emocional televizion dhe punëdhënësi im. Faleminderit, miru takofshim të premten e ardhshme.